strukturën, që do të thotë rrugët, ujin, energjinë elektrike, të gjitha shërbimet. Dhe çfarë sjell fakti që ti ndërton në një zonë të urbanizuar të planifikuar? Sjell që në kaq kilometër katror ti ke imagjinuar që do kesh kaq rrugë, do kesh pemë të mbjellura, do kesh pista biçikletash, do kesh kaq densitet për parkim, do kesh kaq zona ku do ndërtohet rezidenciale dhe kaq të përzjera me tregti, me rekreative, me shërbime kulturore. Dhe po i bëre këto në një zonë të mirë planifikuar, pra me një planifikim urban që funksionon, atëherë ti ke dhe kohë së realizimi që dalim tek ajo koncepti që abuzohet sot i qëndrueshëm. Pse quhet i qëndrueshëm? Quhet sepse ti po ofron me një të rrugë shërbime disa banesave shumëkatëshe, disa zonave private, po ofron me një tubacion kryesor të ujësjellësit, po ofron ujë të gjithë zonës, me një linjë kryesore elektrike po shpërndar tek gjithë. Imagjinoje tani këto banesa të shpërndara komplet gjatë rrugës, për shembull Durrës-Tiranë apo Fier-Lushnjë, çfarë rrugë do duhet ty, çfarë investimi do duhet për ta çuar ujësjellësin tek të gjithë këta, për të mbledhur ujërat e zeza tek të gjithë këto banesa, për të ofruar energjinë elektrike tek të gjithë këta. Kjo është nonsens, është e gjitha nonsens. Realisht shteti do kishte më pak shpenzime dhe ne do kishim qytete më të jetueshme me shërbime që funksionojnë, sepse një person që banon midis Lushnjës dhe Fierit nuk është në një zonë urbane, por është mes tokave të Bukës, si do ta marrë shërbimin e ujit atje, dhe sa afër do ta ketë shkollën ai për fëmijët, sa afër do ta ketë ambulancën apo postën apo bankën. Pra, ky është zhvillim kaotik që sjell vetëm shpërdorim të energjive dhe një ekonomi jo të qëndrueshme. Dhe problemi kryesor është që ne vazhdojmë ta bëjmë të akoma, edhe sot. Dhe është e pajustifikueshme që të ndodhen histori si ajo që ndodhi tani në Theth, ku shteti atje kishte mundësinë 12 vjet qeverisje, është mandati i 4 dhe do arrijnë në 16 vjet qeverisje, në 12 vjet mos e kesh ti një plan të mirë fillt urbanistik të detajuar dhe me 3D që ka shumë qejf dhe udhëheqja jonë, tua tregoje banorëve të zonës përpara se ta miratoje, tu thoje ne kemi menduar ta zhvillojmë kështu, çfarë mendimi keni juve, si ju duket, doni të investoni, keni në një ide ndryshe? Atëherë ky mbasi prezantohet banorëve të zonës, miratohet